Lushnja priti për të 600 vit festivalin e kabas muzikare. Aktiviteti riktheu një prej trashëgimive më të rëndësishme të zonës së Myzeqes. Rreth 100 artist nga qarku i Fierit si dhe Beratit u bën pjesë e këtij organizimi, që riktheu tingujt e klarinetës kombinuar me veshje tradicionale si dhe vallet popullore të zonës. Një aktivitet i tillë synon përcjelljen e kësaj tradite edhe te Brezi i Ri. Mesazhi i këtij aktiviteti është që të përcjellim traditën tonë muzikare, edhe muzikën tonë muzikare të këtë rinj. Dhe duket që ka interes. Siç kemi ne kabaj muzikare, ka premeti që e dim shumë mirë kabaja premtare, siç është kabaja leskovicare, kabaja e Ersekës, kabaja e Korçës, kabaja e Gjirokastërës, kemi kabaja të Shqipërisë mesme. Bashkia e Lushnjës e ka kthyer këtë aktivitet në traditë. Duam që ta ruajmë këtë traditë të bukur, por patjetër suksesi i saj duket edhe nga një pjesëmarrje që kemi çdo vit akoma më shumë grupe pjesëmarrëse. Këtë vit kemi rreth 8 grupe nga zona e Myzeqes dhe patjetër që këtë traditë të bukur ne do ta vazhdojmë edhe në vitet më pas. Kabaja myzeqare është këngëvaj, por me kalimin e dekadave, asaj janë shtuar element gëzimi dhe ritmik.